Këngëtarja Mirria Braha, para disa ditësh, festoi ditëlindjen e saj të 58, besoheni apo jo. Një figurë mjaft e dashur për publikun, ajo mori një lumë urimesh dhe dedikimesh nga fancat, miq dhe kolegët e saj, duke reflektuar popularitetin e saj të qëndrueshëm ndër vite. Mirria Braha e kaloi të ditën një atmosferë plot dashuri dhe festë, por momenti më emocionues i kësaj ditëlindje ishte padyshim surpriza organizuar nga familja. Detajet e kësaj befastie u zbuluan përmes një video të shpërndarë në Instagram nga Tringa, nusja e këngëtares. Videoja tregonte se Mirria ishte bërë qendra e një organizimi të kujdesshëm dhe të detajuar, të menduar pikërisht nga reja e saj. Surpriza kishte nisur me ardhen e disa personave shumë të rëndësishëm për jetën e këngëtares. Mirria u befasuar kur pasi kishin udhëtuar posaçërisht për këtë ditë mikit e saj të ngushta nga Zvicra dhe Ulqini. Kulmi i festës erdhi kur në surprizë u bashkua dhe Naimi, platori dhe anëtar të tjerë të familjes së saj, të cilët e bën ditën e ditëlindjes akoma më të bukur.